Tragedia e ndodhur të dielën e zezë në Koçan mori jetën e 59 të rinjve dhe qindra të tjerë u lënduan rënd. Sipas vlerësimeve të para, bëhet fjalë për njërin ndër ngjarjet më të rënda dhe tragjike të kësaj natyre në Evropë. Në vendin ton është njëra ndër tragjeditë më të mëdha për numri i viktimave. Si zakonisht kur ndodhin tragjedi të këtilla, politika në vend që të hesht, tenton të kritikoj ose të vetëmbrohet. Opozita akuzon pushtetin aktual, ndërsa qeverisja hedh fajin tek pushteti i kaluar. Loj e stërnjohur politike 35 vite me radhë. Ndonjëherë edhe fjalët janë të tepërta, por heshtja nuk është arë e as argjend. Kjo ngjarje për masave tragjike dëshmon për të satën herë brishtësinë e sistemit, përkatësisht mos funksionimin e institucioneve. Kërkohet përgjegjësi për lejen e punës e cila pas ka qenë falsifikuar apo jo legale, gjë që tregon se në këtë vend inspektoratet as si bëjnë kontrollet e duhura e as subjektet e ndryshme ekonomike nuk bëjnë përpjekje minimale që të sigurojnë kushtet e nevojshme të funksionimit në bazë të ligjit. Korrupsioni vret. Kjo është thënia më e mirë e cila i përshtatet sistemit ton. Ministria e Brendshme është dashur të sigurojë mbarvaqjen e koncertit brenda objektit, pasi çdo ngjarje, sidomos me këtë masivitet, paraprakisht njoftohet tek organet e rendit dhe ato bëjnë vlerësimin lidhur me sigurinë e saj. Por policia si duket ka munguar në këtë ngjarje. Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit ka njoftuar se nga objekti në Koçan asnjëherë nuk është kërkuar elaborat për mbrojtje kundër zjarrit. Por edhe nëse nuk është kërkuar elaborat, si ka mundur pronari i objektit të mos siguroj kapacitetet e duhura që garantojnë siguri minimale në raste të katastrofave natyrore ose të shkaktuara nga faktori njeri. Cili inspektorat e bën punën e tij dhe i dënon shkelësit e ligjit kur dihet se vendi është i vogël, kur secili njihet me secilin, ndërsa partitë kanë ndikim të madh ndaj punës së tyre. Komuna thua se nuk e ka ditur, po partitë me deget e tyre lokale në Koçan nuk e kanë ditur se në çfarë objekti organizohet koncerti. Kush e di sa objekte funksionojnë pa pasur sistem të mbrojtjes dhe sigurisë dhe pa përmbushur standardet e nevojshme teknike, si për shembull kafene, restorante, dasmash e diskoteka tjera, pasi këtë e ka mundsuar ajo që shpesh flitet në shtet, mendësia e brumosur partijake dhe lidhjet me të fortin. Ky është vendi në të cilin mbjeton ai që e ka shpinën e fortë dhe ai që arrin ta korruptojë sistemin, ndërsa i drejti mund edhe të pësojë. Në instalimin e kësaj mendësie dhe sistemi, të cilit i shkon emërtimi moçalik, kanë kontribuar të gjitha partitë politike pa përjashtim, edhe këto që janë në pushtet, por edhe ata që kanë qenë më parë në qeverisje. Kush më pak e kush më shumë. Në stilin popullor është bërë kulturë jetese këtu në vendin ton, funksionimin e stilin hajt se e kam njerin, aty është njerion e fraza të ngjajshme korruptuese popullore. Nëse reagon ndaj kësaj mënyre dukesh naiv, i pagjindshëm, i papërshtatshëm, kritik i pandrejtshëm, lojtar i dobët i skenës publike, skandinav në Ballkan dhe etiketohesh me epitete të shumta. E pas kësaj, shumë e kot është pyetja pse ikin të rinjt. Gjithsesi se në vendin ton nuk reagohet në mënyrë parandaluese, por parasi të ndodh ndonjë ngjarje e rëndë me shumë viktima. Se përgjegjësia është e sistemit u pa pas protestave që ndodhen pas vrasjes së 28 vjeçares Frosina Kullakovës, e cila u përplas me makinë nga një 22 vjeçar në gjendje të alkoolizuar dhe të droguar. Aksionin nxit reaksionin, andaj u shtuan kontrollet e policisë në trafik dhe siç u pa, një numër i madh vozisin pa leje. Potencialisht rrugët e vendit janë të vdekjes, sepse mediat raportojnë shpesh dhe çdo ditë për shkeljen e këmbësorëve nga kapadajnët e makinave luksoze. Në analizën me titull Politika derdh lot krokodilli për drejtësi, tham që humbja e jetës së Frosinës nxorri në Shqipërinë faktin që të fortit e bëjnë ligjin, apo siç do të kishin thënë në Shqipëri, ligjin e bën Maliqi. E drejta e jetës shpesh fatkeqësisht nuk garantohet nga institucionet,
nga ata që paguhen nga buxheti për sigurinë tonë fizike. Historia fatkeqësisht përsëritet në vend dhe instalimi i parimit të mos ndëshkueshmërisë, sikur ndikon në përsëritjen e tragjedive. Maqedonia e Veriut është shtet i vogël për ka numri i popullsisë, por i tragjedive të mëdha. Historia e saj shënon disa tragjedi të shkaktuara nga faktori njeri. Do të bëjmë një telegrafikim historiografik mbi tragjeditë me pasoja në njerëz. 5 mars 1993. Rrezohet aeroplani me 79 udhëtar dhe 4 anëtar të ekipit i kompanisë Paler Makedonia. Aeroplani është rrëzuar menjëherë pas aterimit në aeroportin e Shkupit. 22 nëntor 1993. Rrezohet aeroplani i tipit Jack 42D, ndërsa jetën e humbën 115 persona, vetëm një i ka mbijetuar fatkeqësisht, por më vonë ka vdekur në spitalin e Ohrit. U rrëzua në afërsi të malit trojan, ndërsa ka fluturuar nga Gjeneva për në Shkup, por për shkak të kushteve të këqija të motit është ridrejtuar për në aeroportin e Ohrit për ulje të patjetërsueshme. 26 shkurt 2004. Humb jetën presidenti i dytë i Maqedonisë së Veriut, Boris Trajkovski, së bashku me 6 bashkëpunëtorë dhe 2 pilot të avionit të shtetit Kinger. Ngjarja ndodhi në fshatin Rotimlje, në afërsi të Mostarit në Bosnjë e Hercegovinë. Sipas hetimeve të kryera nga autoritetet e Bosnjës dhe Maqedonisë së Veriut, shkaku i aksidentit ishte gabimi procedural i ekipit të pilotëve gjatë aterimit në aeroportin e Mostarit, e cila ka çuar deri tek ajo që aeroplani të godas një kodër. 5 shtator 2009. Nga fundosja e anijes Ilinden në Ohër, 15 persona humbën jetën. Ishin turist nga Bullgaria, ndërsa shkak i vdekjes së tyre ishte defekti i anijes. 13 shkurt 2019. 16 persona humbën jetën tragjikisht në afërsi të fshatit Laskarc në rrugën Shkup-Tetov, si pasojë e aksidentit të autobusit të kompanisë Durmatours nga Gostivari. Nga raportimet e medjave u kuptua se faji u fokusua tek frenat e autobusit. Procesi gjyqësor gjendet në gjykatën e apelit, ndërsa më 2 dhe 3 prill pritet të mbahet seancë publike. 5 tetor 2021. Zjarri që shpërtheu në spitalin modular në Tetov u amori jetën 14 personave, ndërsa u lënduan 10 të tjerë. Zjarri u shkaktua nga një kablo vazhduese ku ishte vendosur pajisja për trajtimin e pacientëve në rast të ndonjë sulmi kardiak. Në këtë përfundim doli Prokuroria Themelore Publike e Tetovës. Epilog dhe përgjegjësi për njerëz nuk ka. Njerë për njerë fajin e ka kabloja. Tragjedi në tragjedi. 23 nëntor 2021. Nga aksidenti fatal i autobusit të kompanisë Besatrans në Bullgari, humbën jetën 45 shtetas të Maqedonisë së Veriut, derisa ktheheshin nga Stambolli. Shkaku kryesor për aksidentin sipas autoriteteve bullgare ka qenë faktori njeri apo shoferi ndjer i autobusit, i cili ka vozitur me shpejtësi më të madhe se sa që është lejuar në atë pjesë ku ka ndodhur aksidenti. Procesi gjyqësor ende është pa epilog lidhur me licencën e autobusit të aksidentuar, e cila sipas prokurorisë Besatrans e ka falsifikuar. Pra, përgjegjësia i u atribua një personi i cili më nuk është në mesin tonë. Gjithnjë më shumë po bindemi se tek ne ka, por në fakt s'ka ligje.